2025 nxjerr në pah një luhatje shqetësuese. Niveli i ndotjes është më shumë se 2 fishi i normës së sigurisë së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shifrat e analizuara vërtetojnë se ajri në Tiranë thithet në kushte toksike thuajse çdo vit. Ky realitet mbështetet edhe nga raporti teknik i organizatës Koplan i publikuar në mars 2025, i cili identifikon qytetin si një zonë në ndotje konstante. Raporti konfirmon se zonat me densitet të lartë të ndërtimi, si ish stacioni i trenit, kombinati, zona e Unazës dhe rruga e Elbasanit, mbyten nga grimcat PM2.5, PM10 dhe dioksidi i azotit. Përveç cilësisë së ajrit, Koplan raporton një krizë të dyfisht përmes ndotjes akustike, ku zhurmat urbane e kalojnë nivelet e tolerueshme për gjumin dhe mirëqenien, si pasojë e mbingarkesës së trafikut dhe planifikimit urban kaotik. Kjo krizë nuk është thjesht një dukuri natyrore, por pasojë drejt për drejt e betonizimit agresiv që ka bllokuar rrymat e pastra që vijnë nga mali i Dajtit, ndërsa institucionet përgjegjëse si Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit vazhdojnë të heshtin ose të manipulojnë realitetin. Qytetarët po paguajnë koston me shëndetin e tyre, duke u përballur me shtimin e sëmundjeve respiratore dhe kardiovaskulare.